Ligji për investitorët strategjik, një ligj I cili në fakt është një dështim I plot I një arkitekture ligjore anti-BE false dhe pa integritet institucional. Në fund të maj 2015, sekti Rama në pushtet miratoi ligjin për investimet strategjike, me efekt të përkohshëm deri në vitin 2018. Gjoja për të nxitur investimet e huaja në sektor me ndikimin e ekonominë e vendit. Ligji afroi lehtësira procedurale, fiskale dhe administrative, investime publike, dhënien e tokës publike dhe ndërhyrjen e shtetit për shpronësim të pronës private për ata investitorë që do të përfitoni statusin investitor strategjik. Si ligji anashkaloi me qëllim nxitjen e prodhimit industrial dhe bujqësor. Relacioni mashtrues I sektit në maj 2015 cilësonte se gjoja përmes këtij ligji synoi zhvillimi I sektoreve strategjik të ekonomisë, kryesisht prodhues, të tillë si energjetika, minierat, bujqësia dhe peshkimi, duke favorizuar investimet e huaja. Në të vërtetë, gjatë më shumë se një dekade, kohë kur ju e keni shtyr afatin e zbatimit të ligjit mbi 5-6 herë deri në fund të vitit 2025 nga 48 vendime të miratuara deri tani për dhënien e statusit investitor strategjik, vetëm 2 janë investimet tuaja. Një investim koreano-jugor për prodhim pjesësh makinash dhe ai arab për portin e jateve në Durrës, I cili ka ngelur në Cektin dhe shet apartamente në erë, tashmë do të shesi dhe rrugët e Durrësit. Nga të 48 projektet e miratuara, vetëm 2 janë investime në bujqësi ose 4% e totalit. Qëllimi për të thithur investimet e huaja është pothuajse I parealizuar. Sektorët strategjik si energjia dhe bujqësia janë anashkaluar. Në raportin më të fundit të investimeve të huaja të Departamentit Amerikan të Shtetit citohet se pavarësisht legjislacionit mbështetës, shumë pak investitorë të huaj kanë përfituar nga statusi investitor strategjik dhe pothuajse të gjitha projektet u janë dhënë kompanive vendase që operojnë në sektorin e turizmit. Kalojmë tek çështja e dytë, përqendrimi I abuzues tek turizmi gjoja strategjik. Atëherë për çfarë ka shërbyer ky ligj në 11 vitet e zgjatura 5-6 herë të jetës së tij? Më shumë se 80% e vendimeve për dhënien e statusit investitor strategjik kanë favorizuar investime në turizëm, shpesh në zona të mbrojtura, natyrore dhe arkeologjike, për të ndërtuar struktura akomoduese dhe hoteleri, ku përfituesit rezultojnë të jenë një grup biznesmenësh të lidhur me sektin Rama në qeverisje. Gjatë aplikimit për marrjen e statusit investitor strategjik, shpesh dosjet kishin mangësi dhe kanë mangësi të mëdha, pasi kompanitë që marrin okay nga lart nuk arrinin të justifikonin me bilancet e tyre garancinë financiare që kërkoi për investimet që pretendonin të bënin, mirë po stafi AIDAS insistonte për të kopsitur letrat. Ekspertët ligjor dhe financiar në vend, jo vetëm ata të opozitës, mendojnë se ligji investimeve strategjike devijoi nga qëllimet parësore për nxitjen e sektorëve prodhues dhe infrastrukturor dhe se nuk ndikoi në nxitjen e zhvillimit të ekonomisë. Madje këtë ai nuk e bëri as dhe në turizëm në sektorin ku u aplikua 8 në 10 raste. Ligji përfundoi në ndarjen e tokave pa para ose me vlera qesharake, publike dhe private për një grup biznesmenësh të sektit Rama dhe prandaj mbas 11 vite nga zbatimi I këtij ligji nuk ka asnjë raport monitorimi të asnjë institucioni për ndikimin që ka patur në ekonomi. Edhe pse u shit në fillim nga ju si një instrument tranzitor për të nxitur kapitalin e madh, kryesisht të huaj në sektor strategjik prodhues dhe infrastruktur, në praktik ligji ka shërbyer si një mjet për të përshpejtuar dhe privilegjuar investime me natyrë të kufizuar zhvillimore të fokusuara vetëm në turizmin bregdetar. Dhe kjo për qëllime të tjera. 3. Ligji devijuar keqazi që ka ndihmuar masakrën e pronave në Shqipëri. Fakti që investimet e ligjit u përqendruan në sektorin e turizmit tregon dhe kryesisht në bregdet tregon një devijim të thellë nga qëllimi parësor, stimulimi I investimeve në prodhim dhe në infrastrukturë. Efektet e ligjit në sektor prodhues, aty ku justifikohej dhe merrte moral ky ligj, janë minimale dhe të papërfillshme. Nga të dhënat e publikuara dhe shqyrtimet e rasteve konkrete, investimet e miratuara në sektorin e energjisë, bujqësisë apo industrisë janë ose sporadike ose në pjesën më të madhe janë planifikime të pasbatuara dhe këtu qëndron gabimi I politikave tuaja si qeveri. Ndërsa të 39 investimet në turizëm nuk kanë mundur të ndihmojnë as dhe sektorin ku po kryeshin, duke mos krijuar zinxhir me industrinë prodhuese vendase. Ato thjesht kanë sjellë një bum informal të përqendruar vetëm tek ndërtimi. Vendimet e marra, edhe pse mund të kenë respektuar formalisht ligjin, kanë qenë në kundërshtim me qëllimet dhe efektet që ligji synonte të arrinte. Ligji është përdorur më shumë si një mjet trajtimi preferencial, sesa si një instrument për zhvillimin strategjik të vendit. Dhe këtu unë besoj që të gjithë bjem në një mërus të përbashkët dhe ju deputetët e mazhorancës jeni të vetëdijshëm për këtë. Zbatimi I tij sipas ekspertëve serioz ekonomik të vendit dhe opozitës ka nxjerrë në dritë
problematika të mëdha me pronat, mungesën e konkurrencës, keqpërdorimin e burimeve publike në favor të investitorëve strategjik, konfliktin e interesit në dhënien e statusit dhe mungesën e transparencës në mënyrën se si përzgjidhen investitorët. Ligji ka krijuar një anomali ligjore pasi lejon që shteti të ndërhyjë mes marrëdhënie private të investitorit dhe atij që ka pronën. Kjo cënon të drejtën e pronës të pronarit legjitim për ta zhvilluar. Përmes këtij ligji dhe ligjit famkeq 2020 janë shpronësuar dhe po shpronësojnë banorët e Bregdetit në jug të vendit, ndërsa këto amendamente që ju po paraqisni sot janë në thelb për të grabitur dhe detin e shqiptarëve. Në këto ritme dhe përmes këtij ligji, e them me përgjegjësi në këtë sallë të nderuar, sot po shkatërrohet dhe betonizohet edhe Bregdeti i mrekullueshëm i Imarës, duke e kthyer atë në të ardhmen në një golem të dytë. Pika e 4 që dua të trajtoj unë është që ligji si një arkitekturë ligjore false që nxiti klientelizmin politik rreth Ramës. Ligji ka nxitur, ka favorizuar fort klientelizmin politik të oligarkëve rreth Ramës, duke justifikuar ndarjen e pronës publike në Bregdet, ku ka pasur një përqendrim të qëllishëm të statusit strategjik. Kjo mënyrë veprimi ka qenë në konflikt të hapur me interesin publik dhe lishmërinë. Liberalizimi i paqartë i statusit të investitorit strategjik në turizëm ka zhbërë çdo diferencim midis investimeve reale me impakt afatgjat dhe projekteve të fokusuara thjesht në tregun e pasurive të paluajtshme. Investitorët vendas që ka gjinjë të sektit Rama në shumicën e tyre, ju turën Bregdetit përmes këtij ligji, pasi favoret për projekte në turizëm që ky ligj afronte kishin kosto oportune shumë më të ulët se sa bujqësia, industria apo energjia. Investimet strategjike përmes këtij ligji nuk u shoqëruan pothuajse asnjëherë nga politika të bashkërenduara në taksa, në infrastrukturë, në fuqi punëtore apo në mbështetje financiare. Përkundrazi, pasojat janë negative, parë në aspektin makro. Pa këtë koherencë, ligji ka funksionuar në vakum, i shkëputur nga realiteti i sfidave të zhvillimit real ekonomik të vendit. Dhe këto janë dhe ato çështje që ka ngriti deputeti i nderuar Tabaku në diskutimin e saj. Ligji përbën një dështim të plot të një arkitekture ligjore false, që nuk u shoqërua me integritet institucional, por u shoqërua me selektivitet real dhe nuk ka një vizion të qartë për zhvillimin ekonomik afatgjat të vendit. Ligji ka ngritur shqetësime serioze në shkeljen e konkurrencës së drejtë për klientelizëm, cënimin e së drejtës së pronës dhe cënimin e mjedisit. Këto janë aspekte që bien ndesh në mënyrë flagrante me standardet e Bashkimit Evropian për konkurrencën e drejtë dhe praktikat e mira në qeverisjen ekonomike. Ligji jep akses jo konkurrues në asete shtetërore, duke anashkaluar procedurat e rregullta të prokurimit. Dhe këto shtojca sot në ligjin për porte turistike kësaj shërben. Kjo i penalizon ndërmarrjet, sipërmarrjet që ndjekin në rrugën e rregullt dhe krijon një perceptim nëse jo dhe realitet të klientelizmit apo të një kapitalizmi klanor. Ai ka shtrembëruar rënd konkurrencën në treg në favor të njerëzve me kapital dhe ndikim politik të sekti Rama dhe në dëm të sipërmarrësve dhe projekteve të reja me potencial inovativ. Ky ligj praktikisht i ka masakruar pronat në Shqipëri, veçanërisht në Bregdet, duke përvetësuar prona publike pa garë dhe nga ana tjetër duke shpronësuar pronën private me gjoja justifikimin e interesit publik. Duke marrë parasysh edhe sistemin ton gjyqësor tejet të ngadalë dhe të dobët, ligji ka krijuar një regjim me dy nivele, ku investitorët strategjik mbrohen, ndërsa qytetarët pronar, sidomos banorët e Bregdetit, përballen me padrejtësi ekstreme dhe pasiguri për të drejtat e pronës së tyre. Këtë të fundit banorët e mençur të Bregdetit e shikojnë nga dita në ditë. Ju falenderoj.